narkodiktaturën, për të përmbysur diktaturën autoritare më të keqe që Europa ka njohur. Unë gjithashtu denoj me forcën më të madhe dhunën, terrorin fizik dhe psikologjik që ushtruan në komisariatet e policisë ndaj të rive, ndaj adoleshentëve, histerin në parlament hajdutëve socialist kundër atyre. Unë paralajmëroj policin se nuk do të tolerohet asnjë keq trajtim ndaj qytetarëve në tërësi dhe të rive në veçanti. I them asaj oficeres që paraqitej si psikologe para tek adoleshentët e arrestuar, do të gjejmë cila je dhe zeza ti. Ligji do jetë shumë i rreptë mbi ty. Para se të kryesh atë veprim, të shkoje me uniformë mashtrimi para tyre, nuk duhet harroje se ti je motër, se ti je nën, se ti je bashkëshorte, dhe ti s'mund ta bëje kurrë atë para adoleshentëve dhe të rive shqiptar. U bëj thirrje forcave të rendit të qëndrojnë në detyrë jashtë çdo ndikimi nga banditët në drejtim. Ju jeni njerëz, jeni bija, jeni familjar, jeni bashkëshortër, prindër, jeni qytetar. S'keni asgjë të përbashkët me organizatën kriminale. S'keni asgjë të përbashkët me kriminal si Ilian Prodo dhe Sokol Bishka. S'u lidh asgjë me ta. Ata janë që të gjithë për të patur vendin, jo vite, dekada në burg. Prandaj urdhat e tyre asnjë mos i zbatojnë. Miq, sa herë të mendojmë vendimi ynë për misionin e ri të përmbysjes së diktaturës së re është vendimi i jetëson, është vendimi më i drejtë